Natyrisht që klubi funksionon, ka gjithë strukturat e tija. Unë mendoj që edhe unë jam një zë dhe zyrtari i Egnatia, sot jeni të sigurt që edhe në këto fjalë që do them, janë të gjitha të Futboll Klub Egnatias, X skuadrës që ka me merit, ka me ulje ngritje, por me shumë merit, ka nga janari deri tani kryeson bisnes superiore. Sa për shortin, 4 skuadrat janë të denjat, 4 skuadrat meritojnë me një ndeshje që është asnjëri s'është më i avancuar apo që ka avantazhe për të thënë që jemi, ne i respektojmë. Është një short me Partizanin, me të cilin në bilance është më mirë Partizani, por shpresojmë që të dalë mbi të gjitha një ndeshje e bukur dhe që Egnatia të realizojë gjithë objektivat që ka për këtë vit, për këtë sezon, për ta mbyllur me sukses në veçanti fitimin e titullit kampion. Duket se këtë vit Partizani da keni marrë dorën, ishte shorti më i mirë Muço? Jo, nuk ja kemi marrë dorën Partizani. Partizani është i vetmi skuadër që ka bilanc pozitiv me ne. Ne kemi patur, siç e dini, që shumë ndeshjet e fundit, kemi luajtur me gjithë fazën e 34, kemi luajtur mbi 8 ndeshje me 7 mungesa në mbrojtje, kushdo skuadër të ishte do kishte probleme. Por që Partizani nuk është një skuadër që mund t'i merret dora dhe ne vlerësojmë realisht, ka një trajner shumë të mirë, ka peshë dhe fanela e vetë, por ne vemi të bëjmë atë që di të bëjë Egnatia, të luaj denjësisht sa më mirë dhe me objektiv fitimin, siç u thash, të titullit kampion. Faleminderit.